Vëllezër të ndershëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte zakon prej duave që i bënte, do të thonë zakonisht pejgamberi alaihi salatu wassalam, ishte një dua shumë me rëndësi, të cilën secili musliman duhet ta ditë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte zakon që të lutej dhe të thoshte: Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqni ijtinabahu. Që do të thot: o Zoti im, ma mundso që ta shoh të vërtetën ashtu siç është dhe ma mundso që ta pasoj atë. Dhe ma mundso që ta shoh të kotën ashtu siç është dhe ma mundso që të largohem prej saj. Kjo dua është me rëndësi të madhe. Kjo dua është me rëndësi të madhe dhe secili besimtar duhet që ta di këtë dua. Ta përsëritim edhe një herë, do me thonë: o Allah, ma mundso që ta shoh të vërtetën si të vërtetë dhe ma mundso që ta pasoj atë. Dhe ma mundso që ta shoh të kotën si të kotë dhe ma mundso që të largohem prej saj, të distancohem prej kotës. Prej mësimeve që i nxjerrim prej kësaj duaje është se jo secili që mendon se diçka është e kotë ose e vërtetë patjetër të jetë ashtu. Nuk do me thonë se nëse një njeri mendon se një gjë është e vërtetë, ose se një gjë është e kotë, patjetër në realitet tek Allahu subhanahu wa taala të jetë ashtu. Nuk do me thonë. Ka mundësi që njeriu të mendojë se është në të vërtetë, mirë po tek Allahu të jetë e kotë. Dhe ka mundësi e kundërta, që njeriu të mendojë se një vepër është e kotë, sepse ai kur mendon se është e kotë nuk e bën. Mirë po të mendoj në mendjen e tij se kjo vepër është e kotë, atë ka Allahu të jetë ndoshta prej veprave më të mira. Dhe sidomos ky defekt tek njerëzit do të përhapet para kiametit. Kur thot pejgamberi alayhis salam se para kiametit yusaddaq al-kadhib wa yukadhab as-sadiq, do t'i besohet gënjeshtarit dhe do të përgënjeshtrohet i vërteti. Po ashtu para kiametit disa prej suneteve të pejgamberit alayhis salam do të konsiderohen bidate. Dhe disa prej bidateve që janë bidate do të konsiderohen sunete. Para kiametit, dhe këto janë prej shenjave të kiametit, do me thonë. Andaj pas ka mundësi që njeriu të vërtetën të sheh si të kotë ose të kotën si të vërtetë. Për këtë shkak është me rëndësi që ta lutim Allahun subhanahu wa taala që të na mundsojë që të vërtetën ta shohim si të vërtetë dhe të kotën si të kotë. Dobia e dytë që përfitohet nga kjo lutje pejgamberike është se ta shohim të mirën si të mirë dhe të kotën si të kotë nuk mjafton. Pejgamberi alayhis salam u mjaftu duke thënë: o Zot, më mundso që ta shoh të mirën si të mirë, të kotën si të kotë. Jo. Po për të mirën tha: warzuqni ittiba'ah. Më mundso që ta pasoj të mirën. Sepse nuk mjafton vetëm ta dish se diçka është e mirë, nëse nuk e pason, kjo dituri madje do të jetë argument kundër teje në ditën e gjykimit. Po ashtu edhe tek e kota. Nuk mjafton që ta dish se është e kotë. Nuk mjafton që ta dish, edhe pse kjo është mirë, pozitive, se nëse jenë të kotë edhe nuk e di se jenë të kotë, kjo është ignorancë dyfisht, do me thonë. Kjo është pozitive mirë, po nuk mjafton, asë si nuk mjafton, patjetër largimi nga e kota, patjetër. Dhe kjo i obligohet besimtarit në çdo moment. Sa që disa prej muslimanëve të mëhershëm, të më parë, do me thonë që kanë kalu, kanë thonë kush nuk pendohet çdo sabat dhe çdo akşam është prej zullumqarëve. Sepse njeriu non-stop është në ndërveprim me gjërat, non-stop, ose do të bëj mirë, ose do të bëj keq, ose atë mirën do ta mangësoj, nuk e bën si duhet, ose do t'i bëj zullum të njërit, non-stop është në ndërveprim, në ndëraksion me të tjerët, me vetveten dhe me Zotin e tij. Andaj non-stop duhet të jetë në gjendje që ta pranojë të vërtetën dhe të largohet nga e kota. Mirë po, suksesin këtë gjë, do me thonë, prej kujt vjen vetëm prej Allahut subhanahu wa taala. Andaj edhe pejgamberi alayhis salam, edhe pse ishte njeriu që më së miri e praktikonte fenë e Allahut dhe që më së miri i çonte në vend urdhrat e Allahut, na mësoi neve që ta bëjmë këtë dua. Se kjo dua
Pejgamberi alayhis salam nuk e ka bë për atë se ai ka qenë shumë i nevojshëm, po e ka bërë më shumë për t'ja treguar umetit të tij. Edhe pse padyshim edhe pejgamberi alayhis salam është krijesë dhe është i nevojshëm pra për Allahun subhanahu wa taala. Dhe pejgamberi alayhis salam në asnjë çast nuk është ndalë së qenuri robi Allahut subhanahu wa taala. Andaj nëse dikush thot se ndonjë evlia apo ndonjë njeri mirë arrin një deregje kur pastaj s'ka nevojë të bëj vepra të mira, s'ka për atë halal haram, kjo është gabim. Kjo është gabim. Nuk ka mundësi njeriu në këtë botë të arrijë deregje që të pavarësohet nga adhurimi ndaj Allahut subhanahu wa taala.